Po jem kurreshtare me ditë, nëse të kujtohet, sa kushton një menu e iftarit atje? Shumë po më intereson kështu me ditë, nëse mundesh me nda me një. Për shembull për një person. E kom pashun, po. Zakonisht këto që shkojnë për shembull që është iftar bufe. Po. Edhe mundesh për shembull me marrë sa herë që ti don. Ka prej main courses, ëmbëlsira, pemë, perimet, sallata. Po mendoj ndoshta sillen varësisht edhe prej vendit. Po. Ndoshta prej, me thonë, 20-25 euro, kështu është. Po, mesatarja, kisha thënë. Mesatarja, okej. Jo shumë larg prej nesh, domethënë Katari dhe Kosova kemi një dallim bajagit madh në aspektin e zhvillimit ekonomik. Edhe duke e ditë këtë, çmimi shumë i përafërt i iftareve. Për shembull tek ne nuk ka këtë vit nën 15 euro menu të iftarit. Me aq sa unë kom shiku, se kom shiku bajagi shumë. Po, zakonisht këto gjithë shumica janë kështu si bufe, po çmimet sillen që parapërsisht kështu. Po. Çka dallon Ramazani atje dhe në Kosovë? Ç'është ti e sheh dallimin? Po e përmena për shembull sa i përket orarit punës, se edhe në Kosovë kom punu, domethënë ka qenë pak, e di që është pak sfiduese me ngajt 8 orë, edhe sidomos kur ka qenë koha pak më e nxehtë. Po këtu ka aktivitete shumë të mëdha, e vrej për shembull që qyteti është i dekoruar, çdo kohë. Për shembull ne kemi dekoruar edhe shkollën, po lokale, gjitha vendet është i dekoruar. Masanej ka aktivitete të ndryshme. Edhe gjatë ditës, po edhe mbas iftarit. Për shembull, gjatë zakonisht është për çdo ditë mbas kohës së ikindis, dalin gjinia mashkullore me vetura sportive, vetura luksoze bajnë tripa nëpër qytet. Ndërsa mas iftarit është një sen që mendoj që është edhe Kosovë, po e kom prej që paka shumë vitet fundit ka nisë muzbesi, është kjo kanoni që e gjujnë e gjujnë zjarrin për me thirrje, më thonë që ka një koha iftarit. Aha, okej. Atje ndodh çdo natë. Po, edhe tash secila, si me thonë, secila lagje ose ashtu e ka kanja. Sa bukur. Me siguri e bën shumë interesant këtë. Po, edhe masandej gjatë kohës së fyrit është ato që e thirrin të si me saher, është personi që me të pa një farmyre del edhe i thirr njerëz që mos ju prej gjumit që me basi këtë. Okej. E çka ju bën juve mos me bo zile alarma? Apo nuk mjafton, duhet me bo edhe alarmin? Jo, duhet me bo, se është puna tani që po do të më për punë në orat 7 mëngjesit, edhe... Okej. Po do të farmyre mojnë për balancët gjumit. Aurora, a keni kontakte me katarist atje, me njerëz të Katarit? A keni ndonjë kontakt? Shoqëri ose diçka të tillë? Po. Po. Se kryesisht si që thash në shkollë, domethënë shumicën e fëmijëve, me të thënë 99% e nxënësave që kemi në shkollë janë katarianë. Edhe paka shumë nga kanë me një familje me kuptu edhe me mësu pak ma shumë për kulturën e tyre. Po ne jetojmë kështu, po sidomos nëse je në kontakt ditor me ta, mundesh me kuptu edhe ma shumë, ma detaje. Po, Aurora, ti tregove që ke punu edhe këtu, ke punu njëjtë me fëmija, po? Okej. Çka sheh dallim? Për shkak se 4 vite përvoja atje nuk jem pak që më arrit me identifiku dhe me kuptu për botën e tyre. Çka dallon prindërimi i Kosovës me prindërimin e Katarit? Kryesisht, mendoj që në Kosovë edhe është një diçka shumë e mirë që hala kemi që është përfshinja e shumë e madhe e prindve edhe sidomos e gjyshërve, kisha thonë. Këtu për shkak që prindë janë punë shumica e fëmijëve, sidomos nxënësave, janë për kujdesjen e dadëve. Edhe për shembull shumica në kohës kur vijnë me i marrë fëmijët në shkollë janë zakonisht dadët. Edhe që ajo në fillim nuk ka do ashtu shumë
cultural shock ashtu. Po tashma jam mësu. Kështu që Okej. Okej. Konsideroj me aq sa kam njohuri për ato vende, më thonë për Emiratet, që ata i kanë dadot pavarësisht nëse gruaja punon ose jo. Ndoshta mund me qenë edhe gabim. Po. Mirë, po domethënë ato Po zakonisht. Domethënë përfshirja për një vend, muj me thonë që është ma pak sa i përket në Kosovë. Okej. Apo pe vlerëson domethënë Kosovën më shumë në këtë rast. Po. Shumë mirë. Definitivisht po. Edhe mendoj që gjatë sa i përket aspektit të mendimit kritik, ndoshta kisha me thonë, është ma i zhvilluar në Kosovë. Aha, okej. Ndoshta për faktin këtu që gjithçka është ma lehtë, fëmijët nuk është që bajnë edhe shumë, nuk janë edhe shumë të sfiduar. Po nisa për vetit që jemi rrit na, edhe që shikom pa nxënësat edhe fëmijët në Kosovë të rrit. Edhe sa i përket aspektit, unë se shoh si mësuese edhe familjes psikologe, mendoj që është ma mirë me nxit fëmijën që me u sfidu për t'jo ma të veçën. Okej. Se ata nuk sfidohen shumë. Nuk mendoj që sfidohen shumë, ndoshta edhe paka shumë se këto edhe për shkak të nxehtësisë edhe motit, shumica në kohës janë vende të mbyllura. Edhe unë personalisht, për shembull, më shumë rekomandoj natyrë, fëmija me dalë me lujt jashtë e këto. Po në farë mënyrë këtë kuptoj se për shkak të kohës shumë të nxehtë, më shumë se gjysma e vitit, atëherë veç ajo pak ja pa mundëson fëmijëve që me dalë me lujt natyrë. Po më intereson Aurora me ditë, kujt i raportoni ju? Kur vjen dadoja shembull me marr fëmin, i raportoni dados? Për fëmin që shka qena ditë? Po? Po, nëse kemi kështu ndaj kërkesë ose një diçka për shembull për nxënësat, se unë punoj me matvegjëlit, kështu që është një farë mënyrë, ka nevojë për pak më shumë kujdesje, sa tritonit. Po ashtu e kemi, është një program që përdorim pas dojo, edhe aty postojmë për shembull aktivitetet, edhe diçka që është ndoshta me rëndësi, po edhe komunikime për shembull përmes emailave, raporteve, përmes drejtoreshës e kështu.